Nëse nuk flini dot natën, ja receta si të shpëtoni nga pagjumësia. Miliona njerëz në të gjithë botën përballen me pagjumësi, ndërsa përveç stresit dhe problemeve të përditshmërisë, një shkak i madh i pagjumësisë është edhe ushqyerja në mënyrë të parregullt. Por sipas ekspertëve rekomandohet që të ndërmerrni një ndryshim të mirë në regjimin tuaj ushqimor përpara se të shkoni për të fjetur. Megjithatë, ka edhe ushqime të cilat ju ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë tuaj të gjumit, citon studimi. Sipas uluntimeve nga Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, 1 në 3 persona në mbar botën nuk fle gjumë mjaftueshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shumë njerëz janë mësuar që pagjumësinë e natës ta zvendësojnë me disa orë gjumi gjatë ditës, por kjo nuk do të lehtësojë edhe lodhjen. Ushqimi para fjetjes mund të jetë i dobishëm në luftën e pagjumësisë sipas Michael Granner, drejtori i Universitetit të Arizonës i cili merret me uluntimet e gjumit dhe të shëndetit. Nëse shkoni në shtrat të urritur, ekzistojë një probabilitet i lartë që të zgjoheni të lodhur. E njëjta do të ndodhë edhe nëse hani një ushqim të bollshëm përpara gjumit. Megjithatë, nëse nga ushqimet e caktuara kombinoni një ushqim me rreth 150 kalori, atëherë do të flini në mënyrë të rregullt si qingj. Një pozicion i vogël dhe drita e organit është shumë efektive për një gjumë të qetë dhe të gjatë. Gjithashtu do ju ndihmojë të flini edhe në një copë me djathë cedar para se të shkoni në shtrat. Sipas një studimi nga Gazeta Europiane Journal of Nutrient, njerëzit të cilët në mëngjes dhe në mbrëmje para gjumit pinë një gotë me lëng natyral të dendur të vishnjës, flenë deri në 40% më shumë se sa personat e tjerë. Për të ngopur me gjumë, praktikoni më shpesh të darkoni me uriz të zjerë, siç është ai jasemin dhe perime. Lakrat e gjelbra gjithashtu të përgatitura edhe në supa mund të lehtësojnë problemet tuaja të pagjumësisë. Është e rëndësishme të dini se çfarë bëni përpara se të shkoni për të fjetur, për të evituar kështu ndikimin e pagjumësisë në organizmin tuaj. Për të patur një gjumë më të thellë dhe komod, në dietën tuaj duhet të shtoni produkte sa më natyrale, të cilat do ju ndihmojnë të mbani larg shqetësimet të cilat vijnë edhe nga gjumi i dobët. Ushqimet që konsumoni pak përpara se të shkoni për të fjetur mund të bëjnë një zgjidhje mjaft të mirë kundër pagjumësisë. Gjithmonë nëse zgjidhni produktet e duhura dhe evitoni ato që ju shkaktojnë edhe një rëndesë më të madhe në cilësinë tuaj të gjumit. Është e rëndësishme që të trajtoni pagjumësinë në mënyrën më të duhur. Sipas Healthline, një produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga pagjumësia për të konsumuar në mbrëmje është edhe salmoni. Peshku yndyror, veçanërisht salmoni, është i pasur me acide yndyrore omega 3, vitaminën D, kombinimi i dobishëm për trajtimin e pagjumësisë. Pasi ndihmon edhe në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar se mund të nxjisë gjithashtu edhe problemet e pagjumësisë. Bajamet dhe arrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që tashmë vuajnë nga shqetësimet e gjumit. Bajamet janë të pasura kryesisht edhe me melatonin, gjithashtu janë të pasur me magnez dhe kalcium, 2 minerale që relaksojnë muskujt. Arrat kanë veti të ngjashme dhe përmbajnë edhe nivele të larta të tripofanit, një aminoacid që përmirëson gjumin. Gjithashtu arrat janë të pasura me acide yndyrore që rrisin më shumë nivelin e serotoninës në organizëm dhe mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet që sjell pagjumësia. Shtimi i çajrave bimor në dietën tuaj do të jetë një element i lartë ushqyes në betejën kundër pagjumësisë. Çaji i kamomilit përmban doza të larta të flavonoideve. Nga njëra anë, flavonoidet do të zvogëlojnë edhe nevojën për një gjumë jo të mirë. Apigenin është një antioksidant që promovon përgjumjen dhe ka efekte të mira kundër pagjumësisë. Lulet e pasionit gjithashtu kanë efekte që kanë një ndihmë shumë të mirë kundër shqetësimeve të pagjumësisë. Një tjetër produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga pagjumësia është dhe kivi. Një studim tregoi se kivi ndihmon që të flini më mirë dhe të bëni një gjumë më të shpejtë. Besohet se niveli i lartë i serotoninës në kivi është arsye kryesore pse është i dobishëm për pagjumësinë. Orizi i bardhë.
Për shkak të niveleve të larta të glicemisë, orizi promovon gjumin cilësor. Një studim tregoi se të vegjëlit nën 2 vjeç që konsumojnë gjithashtu edhe produktet me indeks të lartë të glicemik gjatë vaktit të mbrëmjes, patën një cilësi më të mirë të gjumit. Në dietën tuaj shtoni qershit ose lëngun e tyre edhe lëngun e vishnjave. Qershit janë të pasura me fibra antioksidantë, vitamina dhe minerale. Falë këtyre vetive ato luftojnë pagjumësinë, ulin inflamacionin dhe rrisin nivelin e melatoninës. Një tjetër produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga pagjumësia është edhe bollguri, një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për të përmirësuar cilësinë e tij. Është e rëndësishme që, nëse vuani nga pagjumësia, bollguri të jetë një zgjidhje produktive në rritjen e cilësisë së gjumit. I përgatitur vetë në kushte shtëpie mund t'i japë rezultate fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Ushqimet që konsumoni janë gjithashtu ndikuese për cilësinë tuaj të gjumit. Gjalpi i bajameve. Bajamet dhe arorët e tjerë janë të pasur me magnez dhe triptofan, element këto të cilët do t'japin rezultate mjaft të mira ushqyese për organizmin dhe mbajtjen larg të problemeve të pagjumësisë. Orizi i errët gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për dietën tuaj. Orizi i kaf nuk përmban gluten, ndaj nuk duhet të shmanget edhe nga njerëzit të cilët janë me ndjeshmëri të lartë ndaj glutenit. Orizi i kaf është i pasur me fiber dhe protein, duke përshtatur shumë më mirë në gatime, pasi mund të konsumohet edhe në mbrëmje. Avokado. Në këtë frut do të gjeni edhe elementet më të mirë ushqyes. Ky kombinohet shumë më mirë me një larmi të ushqimeve, duke nisur nga patatet të ëmbla, vezët, orizi dhe fasulet. Për më tepër, avokado është një burim shumë i mirë fantastik i yndyrnave të shëndetshme. Gjithashtu në dietën tuaj kundër pagjumësisë mund të çoni edhe farat e kungullit. Farat e kungullit janë burime të shijshme të vlerave të larta ushqyese. Farat e kungullit mund t'i blini të paketuara ose edhe t'i mblidhni të freskëta nga kungulli të cilën e keni gatuar më parë. Pastrojeni dhe i piqni në furrë me pak kanellë edhe pa i shtuar edhe kripra të ndryshme. Më pas i përfshini ato vazhdimisht në gatimet tuaja, duke nisur nga lëngjët e frutave deri te perimet të ëmbëlsirat, madje edhe tek picat. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtohet edhe spinaqi. Spinaqi është një burim i shkëlqyer i cili mund të përfshihet fare lehtë në vaktet tuaja her pas here, sa herë që të keni edhe probleme me gjumin e dobët. Spinaqi është i pasur gjithashtu me minerale, vitamina. Barishtet e tilla si spinaqi përmbajnë sasi domethënëse të fibrave, folatit, vitaminës A, vitaminës K, gjithashtu dhe vitaminës E dhe vitaminës C. Përfshiheni atë në lëngjët e frutave dhe në perime, në salca ose në sallata. Shija e tyre jo vetëm që do të pasurohet, por ushqyesit do t'jenë edhe të shumëllojt. Çokolata është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat të cilët vuajnë nga pagjumësia. Shumë ekspertë të ushqyerjes besojnë se ciklet hormonale të njeriu shkatrojnë pamjaftueshmërinë e disa mineraleve. Pluri i kakaos është një burim i shkëlqyer i këtyre mineraleve, por nëse nuk e gjeni dot, atëherë sigurohuni të konsumoni çokoladën e zezë. Sipas studimeve, sa më të larta të jenë përqindjet e kakaos të çokolata, aq më e mirë dhe më e shëndetshme do të jetë ajo edhe për cilësinë tuaj të gjumit. Ndjekja e kësaj rregullore sigurisht që do të nxjisë një gjumë më cilësor. Pagjumësia mund të trajtohet edhe në mënyrë natyrale edhe me çajra të cilat mund t'i kombinoni vetë në shtëpinë tuaj. Një prej tyre kërkon gjithashtu edhe përgatitje në mënyrë më të ngrohtë. Gjithashtu mund të përdorni receta natyrale në kombinim me kushte specifike, të cilat do t'i japin rezultate mjaft të mira. Një përdorim të veçantë kundër shqetësimit të pagjumësisë mund të zërë edhe çaji i kamomilit, gjithashtu edhe çaji i bananes. Kombinimi i këtyre çajrave të alternuara në dietën tuaj do t'japin rezultate fantastike në nxitjen e organizmit më të shëndetshëm dhe në mbajtjen larg të shqetësimeve të gjumit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.